nga kreativiteti nxënësve në video te shpërblimi i punës së tyre në skenë. Sot Duk Talks përmbyll edicionin e parë me ceremoninë e ndarjes së çmimeve. Në qendrën e zhvillimit Agim Luka në Dugagjini Center, nxënës dhe mësimdhënës nga e gjithë Kosova mblidhen për të festuar një nismë që promovon mësimin kreativ të gjuhës angleze. Për më shumë ndiqni pamjet. Do të shpërblejnë disa prej këtyre talenteve të mrekullueshme në çmime speciale të inxhinierëve të aty. Si për shembull kemi zgjedhur disa laptop, Apple Watches, bicikleta dhe bursa 1 vjeçare në shkollën digjitale. Por çmimi më i madh mbetet gjithmonë besimi që këta fëmijë kanë fituar tek vetja e tyre. Për ne, secili nxënës që mori pjesë është fitues, sepse të dalësh përpara kamerës, të shprehësh mendimin tënd dhe të besosh në veten tënde kërkon shumë guxim. Në ndarjen e çmimeve sot, ne u ndëruam me vendin e dytë për kategorinë klasave 6 deri në 9. Nxënësit përmes këtij konkursi pikë së pare fitoi një vetbesim dhe një pavarësi. Pastaj unë kam pa këtë si një mundësi e mirë, sidomos se shkollat e vogla, të cilat më thonë thojza mbesin nërhije, por ja suksesi flet vet. Unë jam punë vendin e dytë dhe kam fitu një laptop. Unë jam kënaqur shumë për laptopin, se mëna edhe me mësu, edhe marru lujna e sa në tjera. Jam emocionu shumë se nuk e kom prit heq do me thonë me fitu, se kom po sa shumë njerëz kanë apliku, për kom po emrin që m'ka dalë atë u emocionova shumë. Këtë çmim m'ka motivu një mas për më bo ma shumë vitja jene, më shprej si duarën edhe me full dëshirat e mia, me thënë ma letë.